Servet Kamberi prej 15 vite shërben në vendin e shenjtë të Kuzumbabas. Ai tregon se sa më shumë vitet kalojnë, aq më tepër numri i besimtarëve të cilët e vizitojnë këtë vend pëson në rënje të ndjeshme. Kjo sipas tij, pasi e kanë të pamundur besimtarët për të ardhur vetëm për shkak të rrugës shkallareve të amortizuara. Kamberi thosë se nëse rruga do të rihabilitohet, duke qenë funksionale, do të ketë një impakt real në rritjen e besimtarëve dhe vizitorëve të cilët vinë drejt Kuzumbabas. Kam rreth 15 vjet që shërbej tylbes e Kuzumbabait. Nga vitin vit është në rënje ardhja e popullsisë. Rrugët janë për i bret. Qoftë rruga këmbësore, qoftë rruga me makinë. Kallët e vjetra që kanë qenë, janë bërë rreth në 67-68, nuk e di kur janë bërë, janë rënuar, kanë rënë dhe do bëhen njerëzit copa, do thyen këmbë, do thyen kokën, vinë pleqë, vinë plaka, vinë grasha të zanë për të hapur, për të bërë lutjet këtu dhe për një copë rrugë. Ti mendon se nëse rruga do të jetë funksionale, do të ketë impakt në rritjen e besimtarëve që Patjetër ka. Patjetër ka rriti. Ma sero pak, sa vite ka rruga në atë gjendje që ti... Unë e kam gjetur sot e 4-15 vjet jam këtu. Ashtu e rënuar? E rënuar. Ashtu, ajo rruga, si që keni parë juve, edhe kjo këtu më lartë ka rënë tuneli brenda, edhe nuk vëndore njeri. Servet Kamberi sqaron gjithashtu se krahas funksionimit të një vendi kulti, Kuzumbaba përfaqëson dhe një atraksion turistik i cili vizitohet nga 10 turistë çdo ditë, të cilët vlerësojnë pamjen, natyrën, të ndërthurur me besimin fetar. Për shkak të rrugës, edhe shumë turistë nuk e vizitojnë Kuzumbaban për herë të dytë. Shumë turista. Çfarë kërkojnë, çfarë ju pëlqen më shumë? Shiko, këtu turistave u pëlqen si pozicion herë, si koldër, se Vlora këtë ka pikën më strategjike, më të mirë, po turistat e shonë që mirëmbajtja e rrugës është për i bret. Qoftë ata që vinë me këmbë, qoftë ata që vinë me makinë. Ka që nuk vinë për herë të dytë për shkak të rrugës? Ka shumë veta që vinë edhe nuk vinë më dot. Për të gjithë besimtarët Bektashi dhe jo vetëm, Servet Kamberi tregon se Kuzumbaba është simboli i vendit fetar, i cili ndërthuret me bukurinë natyrore, duke dhënë qetësi dhe kënaqësi shpirtërore. Ky vend i ka të dy vlerat, vlerën nga ana fetare dhe e ka dhe vlerën si vend turistik, si pika më e mirë, më e lartë që ka Vlora, e thash njerë. Unë gjenë çdo gjë Dhe besimin dhe kënaqësinë e besimit, po dhe ngopet syri, ngopes me ajër. Shkallaret që cilësohen si rruga e këmbësorëve prej vitesh janë dëmtuar, teksa një pjesë e tyre është rrëzuar për tokë, si rjedhoj edhe rëshqitjeve të dherave, duke u bërë e pakalueshme. Besimtarët kanë krijuar një rrugë dytësore, duke hapur një shteg mes shkureve dhe barishteve, vetëm për të shkuar në vendin e shenjtë. Pre amortizimit ka rënë edhe rruga e automjeteve, e cila ka pësuar dëmtime dhe rrezikon mos funksionimin në vazhdimsi.